Të huajt nuk lejohen më të studiojnë në universitetin e famshëm Harvard. Edhe studentët që janë regjistruar tashmë duhet largohen nga universiteti. Studentët e huaj në Universitetin Elitar të Harvardit së shpejti do t'i përkasin shkurës. Sekretare e Sigurisë Kombëtare të Shtetit të Bashkuara Kristi Noem e justifikoi tërheqjen e lejes për të pranuar studentë të huaj, duke përmendur ndër të tjera refuzimin e Harvardit për të krijuar një mjedis të sigurt për studentët e brenjë dhe politikat e universitetit për mundësi të barabarta. Dhe nga ana tjetër dhe ndikimin e Kinës. Universiteti u lejoi autoriteteve dhe agjatorëve amerikanë dhe pro-terroristë që sulmojnë studentët e brenjë në kampus. Pa dhënë asnjë provë, Departamenti i Sigurisë Kombëtare akuzoi gjithashtu Harvardin për një bashkëpunim me Partinë Komuniste Kineze. Sipas autoritetit amerikan, ky hapu ndërmor pasi universiteti refuzoi të jepte informacion në lidhje me disa studentë të huaj. Në një letër drejtuar Harvardit, Noem deklaroi se sanksioni ishte rezultat fatkeqësit dështimit të Harvardit për përmbushur kërkesat e thjeshta të raportimit. Ministrja deklaroi se Harvardi mund të rifitonte autorizimin për të pranuar studentë ndërkombëtar nëse do të paraqiste një mori dokumentesh me studentët ndërkombëtar brenda 72 orëve. Ndërsa Harvardi deklaroi se ishte një masë hakmarrëse. Veprimet e qeverisë janë palishme, thuhet se jemi plotësisht të përkushtuar për të ruajtur aftësinë e Harvardit për të mitpritur studentë dhe studiues ndërkombëtar, cilët vinë nga më shumë se 140 vende dhe pasurojnë universitetin dhe këtë vend pa masë.